Faleminderit për ju se keni ardhur. Faleminderit për gazetarinë si tim to. Shiti që vend kam marrë Somali këto. Me pati 1 kilometër rrugë. Të del zhavorit të Shqipërisë. Më shi tralmos one. Katër për ju s'kan. Problem rrugë. S'ka daloze. Ki vend kam marrë shok. Kjo ka dalë fare vjen shok. Se kam les kam pa. Me pas një komunitet se këto, Milotës. Sheshni ju, kushdo sheshi që dëni ju se. Fati jonë se kanë të grasi, nga se makinat, e bjen ka në shkolla. Sa grova shka, kja në herë si në fit, a? Si janë grobat? Se ka hi e dirama 13 vjetë. Që do anë? Për shembull. Masa, sa bën na, vrasë vetën, me ikin na, me gjithë të dorë, me shkotje, me shkojmë na, atje më pojmë Somali. Rruga e Fush Milotit to, është një rrugët ma problematike që lidh të gjithë zonën verelindore të Shqipërisë. Nga kjo rrugë paralizohen 6-7 fshatra. Është një munges e investimit pushtetit qendror dhe të pushtetit vendor, sepse kjo rrugë nuk do t'ishte në këtë gjendje sot, sepse në 6 fshatra nuk kanë asnjë lloj komunikimi dhe asnjë lloj lidhje në rrugët tjera nacionale. Çfarë bëjmë? Gjatë gjithë dimrit, mbeqis me gjujtije nëpërmes ujit, gjatë gjithë verës me pluhunin dhe me mushkojat se kalojmë rrugës. Tu i vetmi investim që është bën këtë rrugë e ka bo Kisha e Gurzit para 25 vitesh, Bashkia e Kurbinit nuk ka bo asnjë lloj investimi për 35 vjet. Pushteti qendror s'ka bo investime, pushteti vendor s'ka bo investime dhe të gjithë të banor janë 6 fshatra që lidhen në këtë rrugë janë të paralizuar totalisht. I bëj thirrje atij gjatit hemosezon të mramja sonte, e në Gjela Bibes Kurbinit, kësaj Cerifingës që drejton Kurbinin, që të marri masa të ndërhyjnë për rrugën sepse ka paralizuar 6 fshatra këtu që lidhen në rrugën nacional. Në qoftë se herë kryetari e bashkisë nga pushteti vendor nuk ka asnjë lloj ndërhyrje, as nga pushteti qendror. Unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve e vllazëve të mi, të gjithë banorëve të Kurbinit, të bashkohen në një protestë të përbashkët. Do bllokojmë autostradën, rrugën këtu e të gjitha derisa t'i dali gjumi atij grekofonit që drejton sot Shqipërinë. Shqetësime nuk janë sot as ka 5 vjet, por ne ka mbi 10 vjet. Që na shpremtu që këto asaj kilometër 700 rrugë është. Prej ke kthesa të fshabonëve deri kjo ura, kjo është jo e pakalueshme, por kjo është skandal. Për të bashkisë Kurbinit, kjo është mos e partijake është sepse Malina Cara ka bërë investime në Milot, në një rrugë, në një lagje që nuk hecën vetë makina. Rruga e vorret Milotit. Tu ku ka lëvizje, që më lëviz vetëm marrë të rrish 1 orë, mund të lëvizin 50-60 trala që morin nertë për të punë të vetë. Nuk kena kundërshtim. Ti marrin nertë, po të shtel rrugën. Jo vështirësi, po këtu vetëm të rish do të merret fryma ndimër, jo verë. Nga pluhrat që ka, nga baltë që bëhet. Na kena fëmijë këtu që vinë 300 fëmijë në shkollë. Me armë gjë studi, tu shef bloku i tral këtu. Se s'kan kalkalen. Na do ta përshkruajmë protestën. Minimi më është nëse na si fshat, po na s'kena as ky plak fshati. Na mbledh këtë fshatin. Të vë 2 prinda atje, që mos hin tralet, e 2 prinda më këtu atje. E shtrem vetë këtë tëmbër zhavor, me shallë zhavor është vetë në komuniteti. Nuk dum, s'kena mundësi me asfalt, po me shallë shtrem vetë. Gjithë ka 50.000 lekë duan për shtëpi. Nuk duan, një. Ai që fukaras po morën lekë fare, e jap gashi lekë të tjerë që kanë më kap. Edhe tash të me shakull, mos hin tralet e mbëj këtu. Tu jena mbledh me protestu për dëmtimin e rrugës, se rruga nga Shullazi deri në nënkalimin e autostradës është dëmtuar. Kështu ka 5 vjet. Protestojmë se s'pyet kush. Herën e fundit që është protestuar që ka qenë edhe gjithë ju kanalet televizive, kena bërë protest përpara lokalit atje poshtë, kena protestuar edhe na është kërkuar leje i javë. Kena dhënë lejen bashkë me fshatarët tonë për me e rregullu. Është kontaktuar dikush, ka fillu gërmimin, aty ku është hedh zhavor, që ka zhavor sot, u shejon të shtash shifni, aty ku hedh zhavori, e ka gërmu, me shtru. Ka ardhur Malina policia bashkiake edhe ka blloku punimin për gërmimin me ashtu me asfalt. Pse e di bashkia, e di Malina Cara, banorët nga kthesa, nga Lavadisha parë, edhe deri në Laskaj, banorët han. Pluhur nuk kanë frikë, me shit kanë më në rrugë, janë gropat, unë kam një motor kesh pa letra, e deklaroj e kam pa letra. Kur vuj unë me kalum gropa, mi motor pa letra, që kam i karros mrapa me let kallashe, hekra, vaj me det, shavu, ai apo ai që ka makinë. Manevrator që punoj makineri trana, por rruga është e pa disponueshme. Problem kam që unë të kaloj makinë time thjesht, pa gropa, pa asgjë. To ka një 4-5 vjet, copash ne ka bë. Copash, s'kam punë me firmat,
as me kërkan. Firmat janë shok të mijët, manevrator të mijët, i kam dasha mirë kret, por di me thani diçka që rruga jonë nuk e vle me fut mjetin të. Unë nuk merr me politikën, por do të tham e gjanë që këtu ne na kanë ullë poshtë si popull. Unë e kam banesën në vetëm 500 metra nga shkolla Fushmillat. Nga shkolla Fushmillat. Prike që banesa ime, deshtu, është 500 metra. Edhe në kohën e Enver Hoxhës kam pasar të gurëm gurë, pa mu lakëmt. Në kohën e Enver Hoxhës, më të thonë, ku në ka shku halli sot. Do me thonë, unë do të lanë tonë punë, në orën 12 që këtë marrë fëmin. Nuk e marrë fëmin, unë se zdi fëmija i me hecë. Vi me e marrë prej frikës tralave. A imaginoni të shtena në një distancë 500 metra, sepse edhe shteti e ka vu autobusin e shtetit e ke në distancën 2 km e largë me autobus. Në 500 metra unë nuk më shërben shteti. Do të shkej, o ta për cilë vetë min, o vita marrën. Rruga, shata e të ke dalë. Unë jam qaj person që punën edhe më 12 natës e më rapa tralët. Një javë rrasht, kam dalë vetë, kam bloku natën. Edhe më kanë ba dhe presion. Që të më du, më hajtë një të më ka 3 shpis timim, që së zbjetër me kur kalin tralët. Bësh lëvizje sismike bëhat. Por më shumë ka bo dëm tralët se tërmeti. Babanesa, të kur kalin ke dhami që ati, më ka tretë, se punën edhe natën. Në orën 2 natës, unë jam zhumë, babam! Në parë, në këtë këcesh të kërvatë. Atere, përshëndetje, faleminderit që keni ardhë. Janë organizu banorët për të dalë dhe për të protestu, nuk është hera parë që është e vërteta. Kjo protest është e vazhdueshme, është një segment që është shumë i dëmtuar, nuk mirëmbahet. Problemi kryesor është tek asfalti, te gropa që janë bërë, dimrit janë pakalueshme sepse mbushen me shije dhe është pa kuptueshme se ku ka grop e ku ka asfalt. Dëmtohen makinat. Është një rrugë që lidh shkollën me pjesën tjetër të fshatit dhe është një problem jashtëzakonisht i madh për banorët. Natën është e pa ndriçuar, nuk ka trotuar, pra aty ku ecin kamionat, ku ecin veturat, ecin edhe fëmijët edhe biçikletat, është problem serioz. Realisht është bëhe pa jetueshme këtu. Është një rrugë që shërben disa fshatrave për të lidhur me qytetin e Laçit dhe me daljen në autostradën, siç e shikoni këtu sipër. Dikur ka qenë një segment i rëndësishëm sepse nuk ishte rrugë tjetër për të lidhur me veriun, me verilindjen e Shqipërisë dhe me gjithë Kosovën. Kjo rrugë ka një nevojë emergjente për të ndërhyrë, për të pastruar kallamat, ferrat, mbeturinat, për të ashtruar me asfalt, për të ndriçuar dhe mundësisht edhe për të pajisur edhe me një trotuar, me qenë se këtu është shkolla, më poshtë qendra shëndetësore. Janë shumë mjete të tonazhit lart të cilat punojnë duke nxjerrë inerte nga lumi mat. Ato kanë ndikuar që të prishet, por gjithsesi mungesa e mirëmbajtjes ka bërë që rrugat shkojnë në këtë situatën ku është këtu. Pa diskutim kemi një thirrje për pushtetin vendor, duke i referuar edhe faktit se një herë nga 3 vjet ato vinë për të kërkuar vota. Unë uroj që ato të vinë edhe ta shikojnë situatën realisht edhe të ndërhyjnë. Shpresoj që ato të kenë një plan rinovimi, restaurimi dhe mirëmbajtje në kohë të rrugës. Nuk jemi kundra shfrytëzimit të inerteve, jemi për shfrytëzimin e inerteve sepse ajo është pasuri kombëtare, sjell punësim, pra ka njerëz që punësohen aty, por edhe rruga të mirëmbahet, edhe punimet të jenë të kontrolluara, edhe oraret të respektohen, pluhuri të mbahet në kontroll, asfalti të jetë cilësor, të ketë ndriçim, të ketë pse jo dhe ambiente sportive për fëmijët, për të rinjt, për sportdarësit e kështu me radhë. Pra ta bëjmë një komunitet të jetueshëm në mënyrë optimale, në mënyrë njerëzore, siç është në çdo qytet tjetër, në çdo provincë tjetër.